E pra të dashur miqtë e mi, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, edhe njëherë për të komentuar pak tani qëndrimet të Brikenës kundër drejt Mateos në një bisedë që Brikena ka bërë me banorët e tjerë. Rogerti ditën e sotme ka luajtur një rol jashtëzakonisht të bukur dhe banorët nuk arrin dot ta kuptojnë. Ai e merr Mateon në verandë, bisedon me Mateon për ndjesitë me Brikenën, për emocionet me Brikenën, komentojnë surprizën e mbrëmshme që ishte një surprizë jashtëzakonisht e bukur që në fakt Mateo kërkoi vetëm një mundësi njohje me Brikenën dhe sot nuk i kam parë as pak bashk. Në fakt unë prita që Mateo dhe Brikena që në ditën e sotme të fillojnë me bisedat, me afrimitetin, me kënaqësinë ndaj njëri tjetrit, por siç duket Mateo është pak i prekur gjatë bisedës që bënte me Rogertin që Brikena nuk po i jep asnjë lloj mundësie që ai t'i thotë qoftë edhe një fjalë, ndërsa Mateo tha që unë në asnjë mënyrë për asnjë lloj njeriu në botë nuk mund të shkel mbi dinjitetin tim, me thënë veten time e respektoj me patjetër. Tani, gjatë bisedës që Rogerti bënte me Brikenën, Brikena tha që nuk jemi karaktere të njëjtë, do me thënë ai është natyrë krejtësisht tjetër, unë jam natyrë krejtësisht tjetër. Dhe kjo tani ka lënë një pikpyetje tek publiku se në qoftë se ne nuk jemi karaktere të njëjta mund të jemi çift. Tani nga historitë e dashurive që ne kemi dëgjuar deri më sot, kemi kuptuar që të suksesshëm janë ato çifte që në fakt nuk janë karaktere të njëjta. Nëse shkojmë plus dhe plus nuk shkon, do me thënë do ketë përçarje, do ketë ndarje, do ketë divorce, por gjithmonë marrëdhënia e mrekullueshme dhe ligji i jetës është në fakt plusi dhe minusi. Unë në këtë anë, do me thënë, e shoh një Brikenë e cila nuk dëshiron që të bie në shtëpinë, qëndron akoma stoike në atë gjën që e ka thënë, preferon që Mateo t'i shkon nga mbrapa dhe ta lutën. Mateo këtë gjë nuk e bën dot sepse ka këtë dinjitetin dhe është një djalë shumë i thjeshtë dhe Mateo bën vetëm vepra dhe jo fjalë, do me thënë nuk është njeriu që t'i ri nga mbrapa, t'i përgjërohet, të bëj lojën, do me thënë i do gjërat për t'i ndjerë, se po të dëshironte Mateo që t'i bënte lojën apo të mos e donte dhe ta krahasonte Brikenën, ndjesinë me Brikenën vetëm për hatër të lojës, jam i bindur që Mateo do të ishte një super aktor dhe do t'ja kishte arritur qëllimin e tij, sepse Brikena nuk është një diçka e parëzueshme, nuk është pejgamber, është njeri në fund ditës. Por Brikena, siç duket e ka me qef këtë gjën, dëshiron ta ndërton këtë lidhjen, por dëshiron ta ndërton me hapa të avashtë. Unë mendoj që çfarë do t'i ndihmonte publiku Mateos nga jashtë për t'ia qartësuar gjërat Brikenës. Unë mendoj që duhet organizuar një dron i bukur që t'i jepet një mesazh Brikenës që të gjithë duan që ju të dy të jeni bashkë dhe këtë dritë njëshile e ke dhe nga familja. Por do të shohim se si do vazhdon ky rrugtimi. Unë e shoh që Brikena, do me thënë, në shpirt thot po, ashtu siç Mateo thonte, ndërsa në vepra dëshiron të jetë kjo goca e paarritshme, kjo goca që një mashkull të lufton për të, do me thënë, të sakrifikon për të, për ta patur në krah. Por në fund të ditës do të jenë një çift që do të jenë bashkë.